Kryeministri Rama vetëm këtë javë së fundi u shpreh se klerikët duhet të qëndrojnë në xhami dhe jo të dalin në protestë. A është kjo një deklaratë e një lideri të një qeverie të matur dhe të pjekur siç thatë ju? Shiko, unë nuk du të merrem fare me individin, sepse problemi është të nderuar që ne kur flasim për shtet, pikërisht të ndarje bëjmë, se nuk flasim me individ, ne flasim për një sistem i cili ka rregulla, ka ligje dhe ka një kushtetutë dhe ka një filozofi shtetbërje. Filozofia shtetbërjes është që ne jemi shtet me rregulla demokratike, pra që çdo njeri minimale ka drejtën të flasë, por atë të drejtë të cilët i është dhënë atij, pra flet për atë gjë të cilën atij i takon. Kjo nuk do të thotë që ka drejtë shpif, por ka drejtë flas. Në momentin kur një qytetar i këtij vendi, kushdo qoftë ai, pra është prift apo është mjek, është mësues apo është inxhinier, nuk mund t'i thuash mos fol ti se ti je mjek edhe hiq shko fol ke spitali, se kështu i bie filozofia, më kupton. Pra, atëherë mjeku nuk ka drejtë flasë sepse duhet na flas ke spitali, mësuesi let na flas ke shkolla, inxhinieri na flas ke objekti, po mirë, po për çështjet e përgjithshme kush flet? Pikërisht këto janë individët që e pasurojnë një sistem demokratik, sepse është zëri i gjithë këtyre njerëzve që flasin. Targetimi i hoxhallarëve specifikisht, unë kam përshtypjen që është thjesht ajo që unë fola më parë. Është vendosja një target group në mënyrë që të jetë më lehtë e zhurmshme çështja. Sepse kam folur edhe priftërit, kam folur edhe profesionistët, kam folur edhe njerëz të tjerë të grupeve të ndryshme. Mirë po, mendoj unë që qeveria nuk ju qas tyre grupeve specifikisht duke ju thënë që ju mos flisni sepse nuk e keni rolin tuaj. Aq më shumë kur klerikët dihet, të paktën klerikët, në mënyrë të vazhdueshme duhet të ngrenë zërin e qytetarëve përballë pushtetit, që është detyrë e të gjithë profetëve nëse kthehemi dhe lexojmë, e gjithë njerëzve të urtë minimumi zërin e më të dobët janë përpjekur ta shpalosin në një audiencë më të lartë që t'i dëgjohet. Dhe kam përshtypjen që kjo që qeveria ju qas, sepse nuk kam bëj me individ parë, qeveria që ju qas kësaj lloj fryme, mendoj që nuk i shërben demokracisë së këtij vendi. Nuk e pasuron pra nderuar, nuk e bën më qytetare, më të lirë dhe nuk e bën më demokratike gjën. Pra unë mendoj që e kthen më shumë personale, e bën më shumë lokale dhe si duket e bën edhe një farë forme më shumë kështu gjuhëtje të verbër, që më theme, ka dalë një verbër dhe gjuhë.